Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, më saktë në Prizren, do të flasim për një ngjarje të rëndë që ndodhi ditën e djeshme. Prizreni u zgjuaj tronditur pas tragjedisë në një familje turke ku një babai vrau vajzën e madhe 15 vjeçe, plagosi vajzën tjetër 11 vjeçe dhe bashkëshorten. Vajza, pra e dytë bashkëshortja, ndodhen në spital bashkë me autorin e këtij krimi të rëndë, i cili ka plagë pasi tentoi vetvrasjen sipas dhënave të para, por cilat ishin motivet, si ndodhi kjo ngjarje? Dhe për atë që ka pasuar, do të flasim me gazetari Nui Saliu në Prizren. Nui, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Dilber, përshëndetje për ju dhe gjithë ata që ju përcjellin juve. Përshëndetje nga Prizreni, i cili dje ka pasur një ditë të rëndë, për që edhe vete përmendet ka ndodhur një krim i rëndë brenda familjes, një familje turke, të cilat sipas autoriteteve ligjzbatuese që prej një viti janë në Kosovë, ndërsa që 6 muaj kishin gjetur një apartament në një pallat në qendër të Prizrenit dhe kryefamiljari, në këtë rast autori i krimit, kishte filluar punën si kuzhinier në një restorant këtu në Prizren, ndërsa bashkëshortja nuk dihet ende se a ka qenë e punësuar apo jo. Edhe dy vajzat e tyre janë regjistruar në shkollën e Minduraku, këtu që ndodhet në Prizren, ku mësimi zhvillohet në 3 gjuhë. Në gjuhën shqipe, në gjuhën bosnjake dhe në gjuhën turke. Për momentin, sipas autoriteteve ligjzbatuese, nuk ka ndonjë version që ka ndikuar ose ka motivuar të dyshuarin që të kryej krimin shumë të rëndë, i cili na ka tronditur të gjithëve. Sipas disa informacioneve që posedoj, në vendin e krimit, ku ka ndodhur pra kjo tragjedi të quaj, është parë brenda banesës, ne i themi banes, brenda banesës është parë një kasapane e vërtet. Kishte gjak kudo, në mure, në divane, në dysheme, dyer. Pra ka qenë një rast shumë i rëndë, një krim makabër të quaj kështu, edhe është pak problem për organet ligjzbatuese pas që nuk kanë shumë informacione për të kaluarën e familjes. Kjo është hera pa që ata janë të regjistruar për ndonjë vepër penale në regjistrat policore dhe organeve tjera të hetuesisë. Pastaj fqinjet që janë afër tyre nuk kanë pasur ndonjë kontakt që të kenë kuptuar se çifti ose autori i dyshuar mund të ketë probleme brenda familjes së tij. Pastaj shumica prej tyre janë shqiptarë, edhe pse në Prizren flitet një turqishte, ta quaj kështu, po jo ajo turqishtja që flitet në Turqi. Dhe ka ndodhur ky rast që ka vënë në alarm gjithë sistemin edhe të organeve ligjzbatuese në vend për të kërkuar nga autoritetet e shtetit turk më shumë informacione për të kaluarën e autorit të dyshuar. Pra, me atë që ju më tregua për gjendjen e shtëpisë pas krimit, tregon që kryefamiljari ka pasur një përleshje me të gjithë pjesëtarët e familjes, ka tentuar t'i vrasë të gjithë. Po, sipas gjithë asaj, çfarë kemi dëgjuar, çfarë është parë edhe nga vendi i ngjarjes, çfarë na kanë thënë edhe mjekët, cak i sulmit kriminal të tij kanë qenë vajzat. Të dyja vajzat. Pasi që bashkëshortja ka vetëm gërvishtje në fytyrë, nuk ka lëndime tjera. Vajza 11 vjeçare, akoma nuk i ka 11 vjet, ajo ka lëndime në regionin e qafës, dhe pasi është dhënë ndihma e parë, në spitalin e Prizrenit, ajo është transferuar menjëherë për në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë për trajtim të mëtej. Ajo është dërguar në gjendje stabile nga këtu dhe edhe sipas mjekëve të qendrës klinike universitare në Prishtinë, gjendja e saj është stabile dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetë, ndërsa i vetlënduari, autori i këtij krimi, ndodhet në spitalin e Prizrenit, është duke marrë tretman mjekësor, por ndodhet normalisht në mbikëqyrje policore. Ishin fqinjet ata që njoftuan apo ka qenë bashkëshortja? Po kanë dëgjuar zhurmë, kanë dëgjuar një zhurmë të madhe sipas fqinjve, edhe pse nuk
flasin, nuk duan të flasin ata para kamerave ose edhe për media, kanë dëgjuar zhurmë dhe njëri nga ta supozohet se ka hasur në hyrje të shtëpisë apo banesës bashkëshorten e autorit. Dhe ka parë si të gjakosur dhe menjëherë ka njoftuar shërbimin e urgjencës, shërbimet mjekësore. Shërbimi i urgjencës është institucioni i parë mjekësor që reagon kur ka njoftime nga qytetarët. Dhe kur kanë ardhur në vendin e ngjarjes ekipi mjekësor, e kanë parë një person që kishte një mjet të mprehtë në dorë, që kishte thik, domethënë armën me cilën dyshohet se ka kryer krimin, dhe jam dirë të pasigur dhe menjëherë ka njoftuar policinë, policia është përgjigjur thirrjes, menjëherë ka ardhur në vend ngjarje dhe ka ndaluar autorin e krimit dhe pastaj kanë ardhur edhe hetues rajonal, ka ardhur kryeprokurori i Prizrenit, i cili është shumë aktiv në punën që bën si drejtues i këtij institucioni shumë të rëndësishëm të hetuesisë dhe drejtësisë, zotëri Petrit Kryeziu, dhe kanë filluar menjëherë hetimet përveç këshyrjes vendngjarjes aty. Ju më tha që familja me kryefamiljarin që punonte kuzhinier nuk kishte precedente më parshëm. Jo, edhe ata tha edhe në prononcim për media që dha edhe drejtori i policisë në Prizren, Faton Alia, cili tha se autori dyshuar nuk figuron në regjistrat policor të këtë kryer ndonjë vepër penale gjatë kohës preardhjes nga Turqia për të jetuar në Prizren dhe në Kosovë. Në ujë diçka të fundit kam për sa i përket dëshmive, si ju më thatë që bashortja është në gjendje, ka vetëm disa gërvishtje, edhe nuk është në gjendje të rëndë, po si autori, por edhe ajo me mirëkuptueshme plotësisht gjendja për shkak se ka humbur vajzën, edhe pas asaj që ndodhi në familje, por ka pas nga burimet tuaja nga grupi hetimor apo prokuroria ndonjë reagim që pse ndodhi pra të këtyre protagonistëve? Po, sipas kryeprokurorit, ata kanë biseduar me bashkëshortën dhe ajo i ka dhënë disa versione, ta quaj kështu që ka dyshuar, por nuk janë bërë publike dhe për shkak të çështjes së hetimeve, sepse është një rast i rëndë, duhet grumbulluar shumë prova, nuk janë bërë të ditura këto versione cilat mund t'ja ketë thënë bashkëshortja autorit, po presim brenda ditës ose nesër që prokuroria e cila është mjaft transparente në Prizren të na jep edhe pistat e para të hetimit, dyshimet e para të motiveve që kanë çuar në realizimin e krimit dhe të kemi ndonjë informacion shtesë lidhur me këtë rast shumë të rëndë. Por ajo që bie deri tani është që konflikti nuk ka qenë mes shiftit, por ka qenë me shinjestër vajzat. Për momentin dyshimet janë se cak i krimit dhe i sulmit që ka kryer autori janë vajzat, jo bashkëshortja e tij. Ju faleminderit shumë. Gjithë mirat, urojmë për informacione më të mira nga... Po, që herën tjetër të flasim për ngjarje pozitive.